Një ngjarje e rëndë kriminale është parandaluar në zonën e Spjellesë së Kavajës pas ndërhyrjes në kohë të shërbimeve të policisë së Kavajës dhe postës së policisë Rogozhin. Sipas policisë, pas marrjes së informacionit për një konflikt mes disa personave, efektivët ndërhyn menjëherë në vendngjarje, duke bërë të mundur kapje në flagrancë të shtetasit me iniciale NH 31 vjeç, i cili dyshohet se kishte tentuar të qëllonte me armë zjarri një shtetas tjetër 38 vjeç. Gjatë ndërhyrjes 31 vjeçari u kap duke mbajtur një armë zjarri tip Kalashnikov me municion luftarak, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Nga hetimet paraprake dyshohet se konflikti ka nisur mes shtetasve me iniciale NH dhe IR, ndërsa situata ka përshkallëzuar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Ndërhyrja e shpejtë e forcave të policisë ka shmangur një përplasje me pasoja të rënda për jetën e 38 vjeçarit. Ndërkohë edhe shtetasi me iniciale IR është proceduar penalisht për veprën penale dëmtime të tjera me dashje, pasi dyshohet se ka goditur me grushta 31 vjeçarin duke i shkaktuar dëmtime të lehta trupore. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.